Këtu sot me ne i kemi dy mysafir shumë të veçantë që gjithashtu janë edhe shokët tanë që vinë nga Tetova, Oltje dhe Erandi, ku sot do të flasim për tema shumë të ndryshme. Si e përshkrunit qytetin e juj me 3 fjalë? Atëherë unë për Tetovën i kisha nisë, kur më thu për Tetovën, kujtohen 3 fjalë kyçe, kisha thonë mikpritse, e zbet natën, edhe espresso jam kujtohet gjithmonë. E kisha përmenjë Simit Pogaçi. Që kina në bërë në kafe me përcjell njerës. Po. Pak. Jo, Stalin. Thot, leje atë qytet të vogël për para se të t'i vras ëndrat tuaj. Theja se pa tjetër duhet largohen prej Tetovës, pa tjetër, se po mi vret ëndrat. Po, Kur mos u ndal të kontribu për njerëz tjerë. ndalu të kontribu për njerëz tjerë. Shifë punën tonë. E kena edhe një falimderim që dojmë ja bë shumë 2 taksistave që na kanë prodhuar prej Shqipërisë. Xhaxhi Ermal edhe Xhaxhi Denis. Xhaxhi Denis.